Partizani Vllaznia është kryendeshja e javës së 30 në Abisnet Superiore, një duet që pritet të kenë ndikim të drejt për drejt në objektivat e sezonit për të dyja skuadrat, ku çeblut udhtojnë drejt kryeqytetit për një transfer të vështirë përballë një Partizani në formë që nuk njeh humbje në kampionat që nga java 21, pikërisht ndaj Vllaznisë në Loro Boriçi. Në prag të kësaj sfide, për herë të parë këtë sezon në konferencën për mediat, u shfaq Andrej Jago, i cili theksoi rëndësinë e ndeshjes dhe përgatitjen e skuadrës. We know this match is very important. E dimë rëndësinë e ndeshjes me Partizanin për të vazhduar drejt objektivit të skuadrës. Jemi gati për të shpalosur në fushën e lojës gjithë përgatitjen që kemi realizuar në seancat stërvitore. Kjo ndërprerje e kampionatit për shkak të kombëtares na ka ndihmuar në aspektin fizik dhe atë psikologjik. Sa i përket gjendjes së Lirim Kastratit, Jago u shpreh se ende nuk ka një përgjigje konkrete për rikuperimin e tij, duke uruar që sulmuesi të rikthehet sa më shpejt pas dëmtimit të pësuar ndaj Ignatias. Një tjetër shqetësim për Vllaznin mbetet mungesa e golit me skuadrën që nuk ka shënuar në 3 ndeshjet e fundit. Megjithatë, Jago shfaq besim për rikthimin te rrjeta. Every match is harder because Çdo ndeshje po bëhet për herë më e vështirë. Kundërshtarët na kanë studiuar mirë, sidomos në fazën ofensive. Sidoqoftë, ne duhet të jemi të qetë para portës në mënyrë që të arrijmë tek goli i dëshiruar, sepse rastet i kemi patur gjithnjë. Ne ndihemi gati për ndeshjen dhe për t'u rikthyer te fitoria, sidomos në këtë pikë të sezonit ku skuadrat kërkojnë të arrijnë synimet e tyre. it's very important to win match. Statistikat e 10 përballjeve të fundit janë në favor të kuqebluve, me 4 fitore për Vllaznin, 2 për Partizanin dhe 4 barazime.